është shumë interesant se para se të vinë këtë jetë, do të thotë, kur e kanë dërguar nënën për në spital, ka të bëu aksident. Sepse ka qenë ngritës e madhe dhe kanë aksidentuar me një shtyllë elektrike. Dhe të shku me lindë. Me lindë. Dhe më thënë, nëna tregonte që nuk e din asnjë me ka sjell një jetë nga trauma e aksidentit, edhe si fëmijë jam rrit me atë histori kështu të tregimit. Pastaj, në një moshë shumë të re, kam qenë dikun 12-13 vjeçare, ishim në pushime verore, dhe unë pa lejen e prindve ika me disa fshatarë dhe shkova në Bjeshk. Edhe nuk e dija që është Bjeshka në atë periudhë, por që tentova të bëj edhe unë stanë se ata kishin e unë s'kisha. Edhe hypi diku në një listë shumë të lartë. Ke parasysh ata ohat të mëdhej në Bjeshk, edhe aty rrëzohem, edhe kam përjetuar në atë moshë gjendjen koma për 3 ditë. Edhe më kanë ndjek këto ekstremet e jetës, mos të flasë pastaj për këto aksidentet me biciklete, janë shumëta, derisa shkova në luftë. Vetëm 16 vjeçare? Vetëm 16 vjeçare. E pastaj lufta, po thuaj se çdo ditë ka pas të jashtëzakonshme, e të mbushur për plot me ekstremet e jetës. Mirë po që më ka dhuru diçka që nuk kisha mundur kur ta përfitoja ndryshe, edhe dhurata në vetvete është një farë dhune, se asnjë dhuratë nuk mirret vetëm thjesht. Kështu që ekstremet e jetës më kanë dhunuar në kuptimin psiqik, emocional, mirë po më kanë kalit, dhe e them edhe këtu më kanë mësu që çdo te i kalim i normalës, të mëson me u përule, jo me u ndje krenare, sepse krenaria më duket shpesh arrogancë, e kështu që kam zgjedhë më mirë t'jem e përullur se sa t'jem arrogant. E the edhe në letër, ndër tjera gjithashtu e përmende përballjen me vdekjen, që t'ka bërë të kuptosh se përullja të shërben në jetë më shumë se krenaria. Ke pasur momente kur që t'jesh e përullur, ose t'jesh humble, t'jesh për toke, nuk t'ka shërby për mirë, nuk është kuptu drejt nga të tjerët? Asnjëherë nuk e qaj kokën fort se çfarë mendojnë tjerët. Për mua është rëndësishme ta njoh veten edhe e kam pranuar kështu si jam. Po, më ka ndodhur që fatkeqësisht shoqënia jonë edhe mirësjelljen nganjëherë e merr për dobësi. E mos flasim për përullje. Por kur secili prej nesh e kupton që jemi në këtë univers shumë të vegjël, atëherë domosdoshmërisht